Ditën e sotme, kreu i PD Sali Berisha do të shkojë në SPAK për zbatimin e masës detyrim paraqitje lidhur me aferën Partizani. Berisha ka urdhëruar militantët që dalin në mbështetje të tij. Kreu i PD pritet të shkojë në prokurori në orën 9, por në mesazhin drejtuar strukturave të partisë, ai urdhëron të jenë prezente në dyert e prokurorisë që në orën 8:30. Të dashur miq, nesër ditën e hënë në orën 8:30, kryetari i PD Sali Berisha do të jetë në dyert e SKAP-it. Ju lutem të mobilizojmë strukturat e degëve për të qenë të gjithë aty, thuaj në mesazhin dërguar strukturave. Kjo nuk do të jetë hera e parë që militantët urdhërohen që të dalin në mbështetje të tij gjatë paraqitjes në prokurori, pasi kanë qenë të pranishëm edhe herë të tjera. Berisha u lirua më 27 nëntor 2024 pas qëndrimit për rreth një vit në arrest shtëpiak nën akuzën si i përfshirë në dosjen Partizani. Por gjykata e apelit të posaçëm vendosi detyrim paraqitje 2 herë në muaj për të. Ish kryeministri është i pandehur për korrupsion pasiv dhe akuzohet se lejoi një zinxhir të tërë institucionesh që të shkelnin ligjin duke u dhënë kompleksin Partizani, ish pronarve, ku përfituesi kryesor është dhënë driti i pandehur për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Në pronat e ish klubit u ndërtuan të paktën 19 kulla pallatesh, duke u siguruar një fitim miliona euro nga ky biznes që nisi me paligjshmëri. Me Berishën dhe Maltezin të pandehur janë edhe bashkëpunëtorët e tyre, biznesmeni Fatmir Bektashi, i pandehur për korrupsion aktiv dhe pastrim parash. Dosja Partizani, e cila pritet të kalojë për gjykim, ka mbetur peng për shkak të seancave që shtyhen prej rreth 6 muajsh. Përshtyerje të vazhdueshme janë bërë makinacione të ndryshme, me mungesa avokatësh apo edhe lexime të qindra faqeve në seanca. Në seancën e fundit të pandehurit kërkuan që të shtyhej për shkak të raportit mjekësor të avokatit Luan Hasneziri, mbrojtësi i kompanisë Home Plan, por kjo nuk u pranua nga gjyqtarja Flojera Davidi. Ajo vendosi zëvendësimin e Hasnezirit me një avokat kryesisht Pranvera Daci, në pranitë të së cilës u bën qëndrimet e prokurorëve dhe prapësimet e mbrojtësve të tjerë. Vetëm për prapësimet e Home Plan do të pritet avokat Hasneziri dhe për këtë është përcaktuar seanca e 23 prillit ora 13, e cila pritet që vërtet jetë e fundit dhe gjyqtarja të mund të tërhiqet për një vendim.